Zoti Hoxha është një personalitet shumë i veçantë brenda PDK-s se ka pas postet më të larta, domethënë një kohë ka qenë shkurt, ka qenë edhe kryetar, ka qenë ministri i punëve të jashtme, ka qenë shumë i afërt me ish-presidentin Hashim Thaçi. Domethënë kanë qenë miq të studimeve kështu me radhë, edhe ka pas një lloj kështu protektorati, një lloj mbrojtje nga Hashim Thaçi për brenda PDK-s, edhe një lloj fuqie, një lloj pushteti, domethënë ai edhe ideja është që edhe Ministri i Arsimit ka qenë në fillim 2007 e kështu me radhë, edhe ideja është që Zoti Hoxhaj dëshiron që ta dëshmoj veten si një lloj politikani që ka një identitet të veçantë brenda PDK-s, që nuk shkon me rrjedhën, që nuk shkon me inercion, që nuk shkon po i bën opozitë. Opozitë, sakt, një lloj, mirë po një lloj. Po, është shumë e mirë, përderisa mbahet në një lloj të disa binar të normal. Po, edhe ajo ose nëse ja huq, po ama nëse ja çellon. Nëse ja huq është. Atë s'ka pas tendencë, ama e merr rrok edhe vet. Ama ideja është që Zoti Hoxhaj, unë mendoj që edhe ai është i vetëdijshëm që pa rikthimin e Zotit Thaçi nuk mund ta ketë pushtetin e dikurshëm, sepse ka ndryshuar dhe strukturat të ndërkohë, domethënë edhe me zotin Memli Krasniqi kanë ardhur disa personalitete të reja, disa njerëz të ri, edhe pa më përshon në Drena Zoti Hajdari, domethënë pak kush e ka njoft ose askush nga, sepse nuk ka qenë pjesë, ose në Mitrovic, Zoti Arjan Tahiri, domethënë dolën disa, në momentin kur del gjenerata e re, kjo gjenerata që ka qenë deri më tani, ndjehet pak e injoruar edhe rrezikuar, pse se aty nuk janë 1000 poste, domethënë janë 10 poste edhe kështu me radhë. Po, edhe është një lloj gare brendshme, por ideja është që kjo, unë mendoj që Zoti Hoxha po dëshiron që të dëshmohet si një akter i fuqishëm brenda PDK-s, që ka një lloj autoriteti, që ka një lloj fuqie, një lloj pushteti, edhe që me ardhjen, me rikthimin e Zotit Thaçi mund të rikthehet edhe në ato postet më të larta ku ka qenë. Por aktualisht pra nuk e kum pa që Zoti Hoxha ka pas marrëdhënie të mira as me zotin Memli Krasniqi, domethënë nuk kanë qenë kështu ka pas edhe kritika shpesh edhe në media, edhe ka pas domethënë unë mendoj që ka qenë ndër të pakt, sepse zakonisht në partitë politike të gjithë shkojnë mbrapa liderit, sepse aty është edhe pushteti.